plak është e vetmja që na duhet ne. Të vendosh për një alternativë ndaj asaj Europe, duhet pranosh që ka një alternativë ndaj lirisë individuale, duhet pranosh që ka një alternativë ndaj sundimit ligjit, dhe duhet pranosh që ka një alternativë ndaj bashkimit që bën fuqinë. Unë nuk mendoj që këto alternativa ekzistojnë. Dhe natyrisht që për të bërë pjesë e kësaj familje, duhet të sillemi korrekt sipas standardit të asaj familje, jo për ata, po për ne. Presidenti ka qenë kryeministri më i suksesshëm i Portugalisë mbas luftës së dytë botërore. Dhe është njeriu që mund t'ju tregoj shembuj pafund se si gjithë ato tensione dhe gjithë ato dhimbjet që krijoi procesi i futjes në Bashkimin Evropian për të reformuar vetveten, u kthyen në mirësi dhe në sukses për atë popull. Por natyrisht që ne duhet të ecim dhe ne këtu bëjmë dhe Ramazan, se këta në Portugali nuk bëjnë as Ramazan. Ne kemi gjithandej atë thirrjen pas dhimbjes vjen lehtësimi. Apo jo. Kështu që pa dhimbje nuk ka. Do t'i bëjmë këto gjëra. Kurse projekti jo vetëm që do jetë në standarde europiane, ambicia ime është dhe ambicia që unë ndaj me bashk investitorët që janë aktualisht dhe bashkëpronarë sot atje që t'jemi shumë të qartë, është që ne të bëjmë një projekt që t'jetë model, që t'jetë një nivel edhe më i lartë se sa Costa Navarino, sepse kemi që atë mësojmë prej tyre, janë disa laguna në Francë, që janë me të njëjtat karakteristika si laguna atje. Dhe janë destinacione turistike të nivelit më të lartë. Dhe kanë komunitetet më të pasura të Francës, rreth tyre. Për shkak të tyre. Patjetër që ka pasur edhe eksperimente ose projekte që kanë sjell dëme. Nuk po përmend vendet Bashkimit Evropian. Janë të gjitha në dosjen e studimeve që po bëhen. Sepse në një lagun X në një vend tjetër, jo në Francë, ka ndodhur një sër pasojash shumë të rënda për biodiversitetin. Kështu që arkitekt nga më të mirët e botës, inxhinier nga më të mirët e botës, të hidro, të mjedisit, të gjithë spektrit të problemeve nuk mundet do të mblidhen gjithë bashkë, së bashku me ata investitorë, dhe kompania Power Holding që ja u kam dhënë si adresë është kompania që ka bërë rezortet më luksoze në Maldive dhe në vende shumë të brishta, nuk janë mbledhur që të vinë këtu të hedhin beton edhe të shkatrojnë biodiversitetin. E vetmja gjë që mund të bëjnë, po që këtë nuk kemi se si ta shmangim, është që të shkatrojnë nervat dhe të shkatrojnë komplet imazhin e Sazangurit me shok. Po këtë nuk kemi se si e shmangim dot. Se lek për Sazangurin ata nuk kanë, që t'jemi të qartë. Përshëndetje, Ergyz Gjençe, News 24.